رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Më konkretisht jemi në vazhdim të playlistës mbi intervistat bashkëkohore dhe më konkretisht akoma jemi në trajtimin e këndvështrimit rreth çështjeve bashkëkohore me përfaqësues nga polet e ndryshme, të cilat janë në formime sipër në botën tonë multipolare që po ndërtohet. Dhe duke qenë se deri tani kemi trajtuar me të paktën nga një përfaqësues për shumicën e poleve, na ka mbetur të trajtojmë një përfaqësues nga poli i mundshëm europian. Pse themi i mundshëm? Sepse nuk dihet nëse në botën e re që është në formime sipër do të jetë Amerika dhe Europa si një pol i vetëm i përbashkët, apo do të jetë Amerika e Veriut më vete dhe Europa më vete. Kjo është një çështje e diskutueshme dhe koha do ta tregojë. Megjithatë, duke qenë se dhe në Europë ka zëra konservatorë të cilët nuk e pëlqejnë linjën sioniste që ka marrë kontinenti prej kohësh dhe sionizmi aty është themeluar dhe ka rrënjë të thella, por duke qenë se ka një farë rezistence brenda popullsive europiane dhe brenda intelektualëve të Europës, dëshirojmë të trajtojmë edhe këndvështrimin e tyre gjithashtu që të ketë një përfaqësues dhe për ta. Dhe kemi zgjedhur si përfaqësues zotin Xavier Moreau, i cili është një analist nga Franca, por me banim në Rusi. Unë personalisht e kam njohur atë në një intervistë që ai ka zhvilluar me profesor Alexander Dugin, të cilin e kemi trajtuar më herët në një intervistë më vonshme. Dhe duke parë domethënë opinionet dhe mënyrën e të shprehurit që kam pasur në këtë intervistë, e pashtë arsyeshme që dhe ai vet, pra që ishte në pozicionin e intervistuesit në atë rast, kurse këtu është në pozicionin e të intervistuarit, të trajtohet si një përfaqësues i mundshëm i polit europian. Njëkohësisht kjo për ne është intervista e parë që përkthejmë nga frëngjishtja, sepse kemi përkthyer tashmë intervista nga arabishtja, po ashtu edhe nga anglishtja, kurse nga frëngjishtja kjo është e para. Inshallah shpresojmë që do të ketë edhe të tjera dhe po ashtu edhe nga gjuhë të tjera, përveç tyre që kemi trajtuar. Duhet të theksoj që kam pas një vështirësi të lehtë të shtuar në krahasim me intervistat e tjera te kjo, për arsye se dialekti ose mënyra e shqiptimit të fjalëve ka qenë pak më e vështirë se sa gjuha standarde letrare me të cilën unë jam mësuar, por elhamdulillah mendojmë që në fund kemi nxjerrë një produkt të dobishëm dhe kemi bërë një përmbledhje e cila mund t'i bëjë dobi publikut shqiptar. Pika e parë për sot thotë: intervistuesi Julien Girard prezanton të ftuarin e tij në emision publikuar në kanalin Frontier në YouTube, analistin gjeopolitik Xavier Moreau, një ish oficer i ushtrisë franceze me banim aktualisht në Rusi dhe figurë shumë diskutuar në median franceze, shpesh me kritika ndaj tij. Pra, emisioni Frontier do të thotë kufi në aspektin gjuhësor në YouTube. Pika 2. Intervistuesi vë në dukje që analisti është aktualisht i sankcionuar nga Bashkimi Evropian dhe e pyet nëse mund ta shpjegojë më mirë këtë çështje për publikun. Tani për ne në kanalin ton Shtëpi e Dijes, me intervistat bashkëkohore që kemi trajtuar, duhet të themi që nuk është diçka e re trajtimi i personave që janë të sankcionuar, sepse më herët kemi trajtuar një intervistë dhe opinionet e zonjës Francesca Albanese, e ftuar tek emisioni i zotit Tucker Carlson, duke qenë si përfaqësues e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse zotëria që ne kemi marrë në shqyrtim tek intervista e sotshme është i sankcionuar nga Bashkimi Evropian, nga i njëjti Bashkim Evropian tek i cili ne pretendojmë të antarësohemi së shpejti. Pra kjo duhet të na bëj të shqyrtojmë edhe opsionin që a është gjë e dur për popullin shqiptar apo jo antarësimi në këtë organizat. Më pas,
Pika 3. Përgjigjet analisti që kanë tentuar edhe më herët ta dëmtojnë nëpërmjet institucioneve në Francë, duke qenë se është qytetar francez, pavarësisht vendit aktual të banimit, por asnjëherë nuk kanë pasur sukses. Pra, ai po thotë që kjo nuk është një gjë e re, por është një vazhdimësi e gjërave që kanë ndodhur më herët. Pika 4. Thotë se është paraqitur disa herë përpara gjykatave në Francë, por nuk ka arritur ndonjëherë deri në atë pikë sa të merret ndonjë vendim për ta dëmtuar për diçka. Pra, këta që propozojnë dhe kërkojnë me këmbgulje që të sanksionohen qytetarët e një vendi të caktuar, me çfarëdo lloj pretendimi, këta janë duke dalë sipër gjykatave të vendit përkatës, ndërkohë që formalisht pretendojnë që gjykata qëndron sipër tyre. Pika numër 5. Kështu që e vetmja mënyrë që mbetej për ta dëmtuar ishte përmes institucioneve të Bashkimit Evropian. Pika 6. Dhe theksojmë që sionistët janë faktori kryesor që ndikon tek politikat e Bashkimit Evropian. Pika 6. Kjo nënkupton që Këshilli i BE-s ka ngrirë pasurinë dhe ja ka ndaluar të vizitojë çdo vend antar. Pra, gati 30 vende që janë antare aktualisht nuk mund t'i vizitojë dot, edhe pse mund të ketë arsye për t'i vizituar. Dhe arsye mund të jetë shumë e ligjshme, mirë po sanksionet ja pengojnë një gjë të tillë, edhe duke qenë i padënuar nga gjykatat. Më pas pika 7. Kryesisht kjo ka të bëjë me akuza për mbështetjen dhe përhapjen e narrativës pro-ruse nga ana e tij dhe ndikimin më të madh në këtë e ka ushtruar një person emrin e të cilit nuk kam arritur dot ta deshifroj nga intervista për shkak të vështirësisë që përmenda tek puna e shqiptimit. Për këtë arsye këtu dorëzohemi, deri te kjo pikë kemi arritur të kuptojmë, kështu që kaq po paraqesim. Dhe nuk dëshirojmë të bëjmë gabimin që të formulojmë diçka gabim, duke mos e kuptuar atë plotësisht. Pika 8. Po ashtu nuk lejohet që të bëj pagesa ose të marrë pagesa nga persona të tjerë në llogaritë bankare që ka në këto vende, përveç se pas disa autorizimeve të veçanta në çdo veprim. Pika 9, dhe shikojmë se sa ngjashmëri ka me rastin e Francesca Albaneses. Analisti tregon që këto gjëra nuk e bllokojnë në tërësi, sepse ai tashmë jeton në Rusi dhe çdo gjë të nevojshme për veten dhe familjen e ka ndërtuar andej, por do të dëshironte të normalizonte edhe situatën e vet në Europë gjithashtu. Në fundit çfarë arsye ka që ta pengojnë në Europë, ndërkohë që nuk ka bërë ndonjë krim. Pra kjo është logjika. Nuk është se ja ka domosdoshmërisht nevojën. Pika 10. E pyet intervistuesi se çfarë do t'i ndodhte nëse do të vinte në ndonjë prej vendeve europiane, meqense në Francë ka të drejtën të vijë për shkak të kombësisë, për shembull nëse do të ndalohej ose arrestohej ose ekspulsohej ose gjëra të tilla. Pra e pyet që çfarë do të ndodhte në bazë të sanksioneve që janë kundër tij. Pika 11. Përgjigjet që nga shumica e vendeve nuk mund të kalojë tranzit për të udhëtuar për në Francë, për shembull nga Rusia, nga Finlanda, nga vendet e BE-s, por mundet nga Irani, nga Turqia ose nga disa vende të tjera, ama duke pasur kontrolle të rrepta sigurie. Pra ai në radhë të parë nuk mund të shkojë dot në Francë, nëse dëshiron të kalojë tranzit nga ndonjë vend tjetër. Nga Rusia që ndodhet me banim nuk mund të shkojë, gjithashtu nga një seri vendesh nuk mund të shkojë. Për këtë arsye dhe mundësia për të vajtur është e kufizuar, po dhe po shkojë ka kufizime të tjera. Pika 12. Po ashtu, me sa e shikon ecurinë e gjërave, nuk i duket sikur ka ndonjë shenjë që mund të vinë gjëra drejt përmirësimit. Dhe kjo faktikisht është një gjë që duhet të reflektojnë gjithë qytetarët evropian ose ata që dëshirojnë të bëhen qytetar evropian brenda Bashkimit Evropian, siç është rasti i shqiptarëve, që ta kuptojnë që po shkojnë në një vend ku do të kenë më shumë liri apo më pak liri, në një vend që është më pak diktatorial apo më shumë diktatorial se sa ai që ata mendojnë. Pika 13. Dhe ne kemi thënë dhe më herët që Bashkimi Evropian aktualisht është në rënje, nuk është në ngritje, siç mund të ketë qenë dikur. Pika 13. Po ashtu kanali im në YouTube me qindra mijëra të abonuar është mbyllur. Kjo është fjala e të intervistuarit.
Më pas pika 14 dhe llogaritet që ai ka bërë dhe shërbim vendit, duke qenë edhe ish ushtarak. Pra imagjino se çfarë personi kanë dënuar me këtë lloj dënimesh. Pika 14, edhe llogarit e mia në rrjetet sociale perëndimore nuk mund të shikohen më. Pra censura. Pika 15, kritikat janë të ashpra për qëndrimet në përputhje me narrativën ruse lidhur me territoret e Donbas dhe Donetsk në Ukrainë. Pika 16, gradualisht Bashkimi Evropian po kthehet në një diktaturë. Pra, kush ja bën analizën mirë çështjeve kupton që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara në tërësinë sioniste po gënjejnë masivisht qytetarët e tyre edhe në lidhje me narrativën që kanë shpikur për Ukrainën dhe me atë për Palestinën gjithashtu dhe me atë në lidhje me Iranin tashmë. Dhe në momentin që dikush del dhe thotë që kjo nuk është e vërtetë, po e vërteta është ndryshe, pavarësisht a ka të drejtë apo s'ka të drejtë, ata menjëherë e censurojnë. Pika 17. E pyet intervistuesi se cilat janë argumentat mbi bazën e së cilave janë aprovuar sanksionet ndaj tij. Pika 18. Përgjigjet që nëse shikon njoftimin zyrtar në faqen e Bashkimit Evropian në lidhje me këtë, do të shikosh që sipas tyre jam një agent ndikues rus. Kjo është fjala e analistit. Pika 19. Ajo çfarë pretendohet aty për mua është absurde. Pra nuk mundesh që ti të kesh mendim ndryshe nga mendimi zyrtar i perëndimit sionist, veç se je me patjetër agent sipas tyre. Pika 20, ndërkohë që ata e dinë shumë mirë që s'je, por është e gjitha çështje interesash. Pretendohet se jam kryetari i një rrjeti informacioni i lidhur me agjenturat ruse dhe nëse unë do të jetoja tashmë brenda Bashkimit Evropian, jeta ime do të ishte një ferr. Pika 21, njoh një shok që është sanksionuar si puna ime dhe jeton në Belgjik dhe tashmë është duke menduar shumë seriozisht të transferohet dhe ta braktisë Bashkimin Evropian. Edhe emrin e këtij personi nuk po e përmendim për shkak se nuk jemi të sigurt nëse na ka tingulluar saktë apo jo gjatë dëgjimit të intervistës, kështu që po mendojmë po e përmendim thjesht me cilësitë e tij. Më pas, pika 22, thot intervistuesi se ka edhe të tjerë persona që janë sanksionuar ngjashëm nga Bashkimi Evropian, por ai është i vetmi francez i tillë, madje është i vetmi qytetar evropian i tillë. Për këtë arsye edhe është ftuar në emision, se ndërkohë shoku i tij është zvicerian, ndaj nuk është as qytetar i Bashkimit Evropian sepse Zvicra nuk bën pjesë në Bashkimin Evropian. Pika 23, e pyet më pas se çfarë dëshiron të bëj me javët dhe muajt në vijim lidhur me këtë problem. Pika 24, përgjigjet që së pari dëshiron të kontaktoj disa avokat specialistë të çështjeve të sanksioneve dhe të përgatitet për përballje gjyqësore për të drejtën e tij të shprehjes dhe të mendimit. Pra ajo për të cilën motivohen të veprojnë këta njerëz nuk është thjesht çështje materiale, se ata jetën e kanë shumë të mirë aty ku e kanë. Nuk e kanë të domosdoshme, domethënë që të rregullojnë problematikat e tyre në vendet përkatëse. Mund të t'i lënë ato ashtu siç janë. Por është thjesht çështje parimesh, çështje idealesh me atë që shohim dhe kuptojmë. Dhe nga ky aspekt domethënë i vlerësojmë, edhe pse ata nuk janë në linjën tonë në aspektin fetar. Pika 25, e pyet intervistuesi nëse mendon që jemi në një fazë të përshpejtimit të kufizimit të lirisë së shprehjes dhe të mendimit në Europë dhe në Europë në përgjithësi dhe në Francë veçanërisht. Pika 26, citon edhe deklaratat të presidentit aktual Emmanuel Macron lidhur me rrjetet sociale dhe ndikimin që mund të kenë ato në zgjedhjet e radhës në Francë. Pika 27, përgjigjet se Franca ka qenë me përparësi në mbrojtjen e këtyre lirive, por së fundmi po zhvillohet një debat i fortë mes forcave politike për këtë çështje në vendet perëndimore. Pra po bën hapa mbrapa në krahasim me atë që mendohet dhe pritet.
Pika 28. Rrjetet sociale e kanë lehtësuar përhapjen e informacionit edhe nga ana e njerëzve të thjeshtë tashmë dhe e kanë bërë atë një mënyrë më të suksesshme sesa televizori. Dhe këtu do të thënë bijem dakord dhe kjo është një mirësi në vetvete, ashtu siç ka dhe anët e veta negative. Por dhe muslimanët në rastin e luftës së Palestinës, tufani Taksa, e kanë përdorur masivisht për mirë këtë lloj mirësie. Pika 29. Kjo e rrit ndikimin e njerëzve si puna jon te mendimi i popullit. Pika 30. E pyet intervistuesi nëse mendon se censura e medias dhe veçanërisht e rrjeteve sociale është një thik me dy presa, e cila zakonisht përfundon duke dëmtuar më shumë atë i cili dëshiron ta përdori për keq. Pika 31. Përgjigjet që po, dhe se kjo do të ndikojë pozitivisht në favor të njerëzve në fund, siç ka ndodhur edhe më herët shumë herë në histori, për shembull me të censuruarit e Bashkimit Sovjetik. Dhe këtu bijem dakord me analistin. Pika 32. Shton se do ose dëshiron që njerëzit si ai do të gjejnë hapësirë në rrjetet sociale dhe median alternative dhe ndoshta raste të tilla ndëshkimi të qytetarëve pa gjyq mund të bëhen precedent për të luftuar këto masa në të ardhmen dhe mbrojtjen e lirive, pra për ta kthyer atë padrejtësi që është bërë në favorin e njerëzve që duan të drejtën. Pika 33. E pyet intervistuesi nëse ata do të kenë sukses në fund për t'i kontrolluar dhe censuruar rrjetet sociale, duke qenë se këtë rrezik në aspektin ligjor e vënë në dukje edhe Pavel Durov, pronari i rrjetit Telegram në Francë. Dhe e kemi dëgjuar disa prej intervistave të Pavel Durov, edhe ai është prej personave që e vlerësojmë shumë. Ndoshta ndonjë prej intervistave të tij do ta sjellim të përkthyer dhe të përmbledhur në kanalin tonë në vijim inshallah, sidomos ato që ka bërë me Tucker Carlson në anglisht, por se ai ndër të tjera është prej personave të sulmuar nga ky aspekt i censurës dhe këto qeverime prapavi sioniste. Pika 34. Përgjigjet që betejë për lirit është e vështirë, duke ditur edhe që qeverit kanë më tepër mjete se populli i thjesht në dispozicion, por ka edhe shumë shpresë për ta fituar betejën. Pika 35. E pyet intervistuesi se si u përgjigjet akuzave që ngrihen ndaj tij, bazuar mbi faktin që jeton në Rusi dhe që mbron zakonisht narrativën ruse lidhur me Ukrainën. Pika 36. Përgjigjet se nuk është e vërtet në radhë të parë që e mbron në çdo rast narrativën ruse. Pika 37. Njëkohësisht në analizat e mia thot, shumica dërmuese e materialeve që citoj dhe mbi të cilat bazohem vijnë nga media perëndimore dhe shumë pak prej tyre vijnë nga faqe ruse. Pika 38. Njëkohësisht nuk e këshilloj Francën të ndërhyjë në Ukrainë në krahun e Rusisë, pra në asnjë prej krahave, as për Ukrainën as për Rusinë, këtë ka për qëllim. Pika 39. Por ndërkohë e shikoj Rusinë si aleatin më të mirë që Franca duhet të ketë. Dhe ky është këndvështrimi i tij në fushën e gjeopolitikës dhe çdo kush ka të drejtë të mendojë për vendin e tij që një vend i caktuar është aleati i tij më i mundshëm. Për shembull, unë personalisht mendoj që për Shqipërinë aleati më i mirë strategjik i mundshëm është Turqia. Duke qenë domethënë një shtet me një zhvillim të shpejtë në shumë prej sektorëve të rëndësishëm dhe njëkohësisht me shumë të përbashkëta historike me popullin shqiptar dhe njëkohësisht me një pozicion qendror brenda botës islame. Kështu që edhe në Shqipëri ndodh për shembull që po të mbështesësh këtë ide që Shqipëria duhet të jetë aleati jon kryesor strategjik, apo që të kesh mendim të mirë për turqit musliman, ndodh që sulmohesh në aspektin mediatik nga ato palë që janë të ndikuara me të njëjtin ndikim sionist, siç ndodh në rastin e intervistës që ne po trajtojmë, por se gjithsesi ajo që është e drejtë ngelet e drejta çdo njerit që të mendojë edhe nëse mendimin e ka të gabuar. Për shembull, dikush mund të mendojë që është një aleat tjetër më i miri për popullin shqiptar ta zëm apo për një popull tjetër. Edhe ndoshta analizën që ka bërë gabim, nuk është ai, po është ndoshta një tjetër. Mirë, po kjo nuk e bën atë që të quhet person që meriton të censurohet për këtë shkak. Më pas, pika 39, por ndërkohë thot,
pika 40, u kam thënë partive franceze që herët që Rusia do ta fitojë luftën e Ukrainës dhe do të duhet që Franca të luajë rolin e ndërmjetësit dhe t'i ftojë rusët dhe amerikanët të nënshkruajnë paqen përfundimtare në Versailles. Këtë sugjerim e ka dhënë publikisht, nuk është se është përpjekur të bëj diçka në prapasken që është në dëm të popullit të vet. Përkundrazi, ka dhënë këshill në mënyrë të sinqertë me atë që ne mund ta vlerësojmë. Më pas, pika 41, thot kam pasur gjithmonë një qëndrim etik dhe nuk i urrej ukrainasit. Pra dhe në momentin kur ai bën kritik apo kur shpreh një opinion, e bën këtë gjë në mënyrë të edukuar dhe kështu duhet të jetë nga ana e çdo njeri. Dhe muslimanët në veçanti duhet ta kenë komunikimin perfekt, sidomos në kohën që jetojmë. Pika 42, thjesht mendoj që interesat ruse dhe franceze përputhen në shumë gjëra, ndaj mendoj që duhet që dy vendet të jenë aleate. Madje unë personalisht kam shprehur edhe më herët dhe jam akoma i këtij mendimi që Rusia duhet të jetë aleat edhe për botën islame në përgjithësi në kohën që ne jetojmë. Kështu siç thot ky person, ky qytetar francez për vendin e tij. Nuk po them këtu për shqiptarët në përgjithësi, se kjo është çështje delikate që ka nevojë për trajtim të thellë, por po them për botën islame në përgjithësi, në pozicionin gjeopolitik që ndodhet secila prej të dyja palëve. Dhe mendoj që një pjesë e botës islame është në këtë linjë tashmë. Allahu e di më së miri. Pika 43, e pyet intervistuesi që si ja bën me menaxhimin e gjërave që i kanë mbetur në Francë. Pika 44, përgjigjet që ai tashmë është një qytetar rus gjithashtu, pra ka fituar në shtetësi, drejton një kompani, ka familje të madhe me 6 fëmijë dhe jeton mirë. Pika 45, njëkohësisht arrin t'i shprehë lirshëm mendimet e tij politike në Rusi, pra nuk i bie në qafë njeriu edhe nëse nuk është në linjën e zyrtare të qeverisë, ndërkohë ka ende një apartament në Francë, fatura për të paguar taksa, detyrime e tjerë. Pika 46, i vjen zor që detyrohet të dërgojë miqtë e tij që të paguajnë detyrimet në vend të tij, sepse ka pengesa si shkak i sanksioneve. Pa nuk mundet dot ai për shembull nga telefoni me një aplikacion siç bëjmë ne të bëj pagesat e faturave, detyrimeve etj. Detyrohet të çojë shokët e vet që shkomi paguaj çik se kështu domethënë ja ka kufizuar mundësitë shteti. Në rastin konkret Bashkimi Evropian. Pika 47, e falenderon intervistuesi për pjesëmarrjen dhe e mbyll emisionin. Ky ka qenë një emision më i shkurtër në krahasim me ato që ne kemi marrë për shqyrtim deri tani. Ka qenë gjysmëore gjithsej dhe përmbledhja na doli rreth 25 minuta, ndërsa intervistat e tjera zakonisht kanë qenë afër 1 orë, disa edhe nga 2 orë ose nga 3 orë. Këtu e mbyllim dhe ne regjistrimin e videos së sotshme, duke i kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. Shihemi në video të mëvonshme inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.